U kthehem në studio me të dashur, unë kam kënaqësinë se sot e kam të ftuar një nxënëse nga Ferizoj, është Eda Lika, është një nxënëse talentuar e cila ka shkruar libër e gjithashtu ka edhe shumë pasione, ka pasion muzikën, ekologjinë dhe biologjinë. Po sot ka ardhur për me promovu librin e saj të parë, të cilin e ka shkruar, Forca brenda meje quhet libri, që e ka botuar me poezi edhe me ese të ndryshme, edhe të kushtuar gjithashtu familjarëve të saj dhe temave të ndryshme. Për krejt këtu, kena bisedu bashkë me Edën. Eda, mirë mëngjese. Mirë mëngjese. Mirë se erdhe. Faleminderit. Qysh je? Mirë. Po të urej një herë suksese për botimin e librit, urime. Një liber nga një nxënëse mjaft e re, halon shkollë fillore, veç në klasën e 8. Të rëgëm pak qysh e fillove inspirimin për shkrimin, sa vjeç e ke qenë, qysh e pave që po ki talent në shkrim? Kam qenë gjikon rreth klasës 2-3, dhe gjithmonë ka pëlqy me lexu edhe me shkru, me kriju diçka. Kam fillu në mbaj mend në klasë 2-3, shkrimi parë që ka qenë për 17 shkurtin edhe për Adem Jashorin, jemi kanë ofër festës të pavarësisë. Dhe aty poshtë që më pëlqen shkrimi, gjithmonë e kisha ëndër me bëj një libër, dhe në vitin 2024 e realizova ëndrën tamë. Sa mirë, vitin 2024 e pas ke realizu ëndrën, dhe që ke ardhë me këtë libër, cilën e ke sjellë, po ndojnë me pak tek kopertina e librit, po më duket interesant. I ke bashkëpunu me dikant se qysh me bu kopertina? Kopertina e kom zgjedh vetë. Kopertina ka qenë diçka që doja një vojtë duke shënu për shkak të forcës. Dhe gjës që ajo shënon me një ditor, nuk shprehet shumë, për shpresën dhe vetëbesimin e kam veta. Okej, një inspirim mjaft i mirë, të rëgëm pa ku inspirosh shtu për me shkrujt, Eda? Tek biblioteka e gjyshet. E kanë shtëpini biblioteka afro 2000 libra, ku ai gjithmonë kanë zitë që me lexu, edhe me shkru. Gjyshe ka bë një libër në vitin 2019, dhe unë ka pëlqy se çka është duke bë ai, dhe kam vazhdu hapave gjyshet. Sa mirë, gjyshi pas ka qenë një inspirim për ty me shkrujt, edhe vazhdojnë me qenë një inspirim. Ki këtu diçka për gjyshin të shkruar? Po, e kam gjyshe një thesori zemrësime. Ki edhe poezi edhe se të ndryshme që ju ke kushtu edhe familjarve. Të këna pak qa ki brenda librit? Brenda librit janë për personat e me më dashtë në tjetës, për babin, mamin, vllon, gjyshen, dhe gjysheret në përgjithsi. Në libër ka poezi imagjinore cilat janë për fëmijët më... I dhonja fëmijë, po ka klasa 6, diçka, ku ndoshtë edhe ata me gjitë vitën në librin tem, dhe për forcën e cila është për kushdo, që mos ta humbe vetëbesimin, shpresën, dhe gjithmonë të qëndrojmë me kokën larg, mos dorëzohemi, dhe ta gjejmë vetëbesimin në vetë dhe forcën brenda vetës. Po, e kemi disa poezi të shkruar nga te, që muj me përmend njënën, që njëra është Mos u dorëzo kur, mundemi me lexu njërën prej poezive që e ke shkruar. Kur bota duket si një rrugë e gjatë dhe hapat janë të lodhur, e të ngadalshëm, kur çdo ëndër duket shumë larg. Dhe shpresa të braktis, mos e humbë besimin. Në zemrën tënde digjet një flak, një dritë që nuk mund të shuhet. Edhe kur qielli është plot me re, shpresa është aty, ndihmon për të parë më tej. Çdo rënje është një mësim, çdo pengesë është një mundësi. Nuk ka asnjë udhë që është e thyer. Nuk mund të dorëzohesh, nëse nuk dorëzohesh do të arrish. Ti je më i fortë se sa mendon. Kur mos lejo që bota të ndalë, shpresa është aty, në çdo frymarrje, kur mos harro që çdo ëndër është e mundër. Sa e bukur, dhe këto fjalë me ardhë për një qike ka shtre në mosh, ke pas të momente kur ke dosh më dorëzu, edhe je inspiru që mos më dorëzu? Po më ka ndodhë mësime pak, niko, isha pak, nuk e di... S'ke pas motiv? S'kum pas motiv me mësu, edhe pas qysh që, kur i pas të sanuta, pas tash, qysh unë e qëtu nuk jam unë e pështu në mujë marri të halama shumë, edhe unë jera me vetë vetën, edhe fillova me mësu, edhe pas që gjithë herë nuk do të me marrë si, unë nuk jam të bë kur gjo, unë do të me undalë qëtu, po të me vazhdu gjithmonë edhe mos më undalë asë njëherë, me pas shpresën dhe asë njëherë mos më dërzu. Sa mirë, kështu me i folë vetit, po atë ka folë njëherë
dikush ty, për shembull mami, babi, gjyshe? Mami edhe gjyshe edhe babi normal. Gjithmonë qëndrojnë afër edhe më thonë që për çdo gjë, mos dorëso ti mundesh me arrit çto. Nëse i beson vete, nëse punon, e mrin që ato që i të edosh, që atë synem që e ki. Po besoj që edhe prent edhe gjyshi, po ashtu janë shumë krenar me ty, Eda. Sidomos që ke arrit me botu një libër, një mosh kaq të re. Tregom pak, ke pas paragjykime kur e ke shkruajt librin nga moshatarët e tu? Po, kom pas në shkollë, prej shoqërisë. Kur panë që libri është gati, ne kishim një provë me arsimtarën se nesër më nështë një prezentim i libret në shkollë. Edhe po vinë që po më thojnë libri nuk e ke bate, që ka bërë arsimtari Bisar. Ato nuk e di ka kanë marrë atë mendem. Arsimtari Bisar është redaktori dhe lekturori i libret, ai që e ka lektyru. Unë kom pas kontakt ma shumë live, kena bisedu shumë për gjatë libret. Edhe ai kur e ka lexuar librin ka thonë nuk ka asnjë gabim. Dhe ka thonë që nuk ka nevojë me ndrua asgjë. E ato erdhën arsimtari Bisar ta ka bë, nuk e ke bë te, edhe morën mendimin që e kanë bë edhe për inteligjencës artificiale. Fundja fundit, inteligjenca artificiale nuk e din jetën tam, nuk e din se çka ka më në brenda. Dhe atë mund me thonë që dush, po mundin tam s'u në u kërkosh. Po pse po mendojnë që kam paragjykuar ashtu, sidomos me inteligjencën artificiale? Pse po mendojnë që i kanë në libër është një esej ku është inteligjenca artificiale, përkatësisht ChatGPT. Dhe aty unë kam cek që mund më të bësi një mek, mund është me mësu shumë, mund është me bë projekte të reja me të, por në fund dhe kam cek që ne ende do të munojmë dhe do të mundohemi vetë. Jo të përdoret inteligjenca artificiale, se nditë moshatarët e mi, gjenerata ime, përdorin shumë ChatGPT. Dhe si në detyra, si në projekte në shkollë, shumë përdorin inteligjenca artificiale dhe logjika dhe zhvillimi të tyre ka me qenë më pak. Nuk kam u zhvillu atë sa mundet për me mendu vetë dhe me kriju vetë diçka. Edhe është një gjë shumë e keqe, një fatkeqësi shumë e madhe që po përdoret për shumë gjona fatkeqësisht. Në klasën tënde, po e përdorin ChatGPT-n për detyra dhe projekte? Për detyra, për projekte, për krijime, për çka do të ka, përdoret në ekstrem shumë. Dhe normale që aty nuk mundemi u zhvillu asgjë, nëse s'krijojmë dhe mendojmë vetë. E po ndoshta kjo është edhe arsyeja pse ke marrë paragjykime, se njeriu nis të thotë prej vetvetes kur thot diçka, kështu që po besoj krejt ata që të kanë thonë diçka të kanë paragjyku, janë nis prej vetvetes, që ndoshta vetë përdorin edhe të kanë thonë edhe ty. Po me rëndësi që ti je krenare me ato që ke bo. Po jam shumë krenare. Mos u dorëzo asnjëherë, janë shkrime mjaft të bukura. Ka esej për gjyshin, ka esej për babin që ke shkruajt. Tregom pak për këto esej që i ke shkruar për familjarët. Ç'është ka ardhur inspirimi ose ndoshta edhe çka ke shkruajt për ta, ku je bazu? Prej dashurisë që kemi bashkë me njërin tjetrin, lidhjen e fortë që kemi bashkë me njërin tjetrin. Janë gjysh persona që për çdo gjë si të mirë si të keq afrohen tek ta, më japin mbështetje, edhe normale që më kushtu një esej. E tregon pak kur ju ke tregu esejt edhe poezit babit, gjyshit, mamit, krejt familjarëve që ju ke kushtu, çka kanë thënë, ç'ka qenë reagimi? Unë njëherë librin e kam fillu, po nuk i kam tregu askujt. E kam bajt derisa e kam përfundu të gjethen, nuk e ka ditë as mami, as babi, as kërkosheq. Edhe mami gjithë të konë ajo që më ka dashtë në me ba një liber, me kriju diçka vetë. Dhe kur i thash mam, thash kam një surprizë për ty, thash shka, tha libera, dhe diti me një herë, edhe babit thash që i tregova edhe gjyshit kur e lexoj librin tha, i ke ba disa shkrime që shumë shkrimtori kanë, po nashta nuk i shprejnë për mas letrës, e ti ke shprej ato. Gjyshi ka qenë i përkraje shumë dhe gjithë mund ka suportu, po këshilla që ma ka jop ka qenë që mos mundojnë asë një herë, me lexu shumë, po edhe me kriju shumë dhe me ba edhe një libër tjetër, edhe me vazhdu ma mos me ndalë këtë rrugë. Bravo, po ti gjithçysh me vazhdu me shkruaj libra edhe ma shumë. Tregom libra që je lexu, cili ndoshta është ndaj libër që të ka inspiruar ose ndaj shkrimtar që të inspiron me lexuese dhe me shkruajt. Ismail Kadari është një shkrimtar që e kam shumë qef, gjithashtu edhe na influencere. Kam lexuar shumë vepra tëna,
të ndryshme, kam lexuar dhe histori kombëtare shqiptare, po kam lexuar dhe tematika të ndryshme apo tregime të ndryshme. Eda, unë po e lexoj dhe një poezi tëndën që e ke shkruar në libër, është Zemra e fortë. Këtu për çka e ke pas fjalën para se të vazhdojmë me poezi? Që nuk pan mu thy asnjëherë me qenë gjithmonë të fortë, zemra me qenë e fortë dhe asnjëherë mos mu lëndu. Kësha pas qef, a e kështë e lexuar ti? A mundesh? Zemra e fortë. Në zemrën time rri një forcë që nuk ndalet. Ajo mu theq përpara dhe kur gjithçka duket e pamundur. Në çdo sfidë ajo më jap guxim. Dhe çdo hap që hedhim është një hap më pranë ëndrës. Zemra është e fortë që na bën më të fortë, që na ndihmon të ngrihemi pas çdo rënje. Pavarësisht vështirësive, ajo nuk dorëzohet, se ka një dritë të pashuar që na udhëzon përpara. Bravo, shumë e fortë, edhe fjalë shumë të bukura. Kemi edhe eseja tjera, unë e përmenda që ki edhe për mësuesin. Mësuesin, po. Në trego pak për këtu esejat, poezi që i ke kushtu dhe mësuesit? Unë e kam bërë shumë për shkollën, për mësuesit, po një kam atë veçanë që është për mësuesin time të parë, cila ka qenë ajo që na ka ndihmu shumë si klasë përgjithësi dhe ka punu shumë e neve, dhe gjithmonë ajo na ka mësu fuqinë e fjalës, që asnjëherë mos dorëzohemi, çdo herë qëndrojmë të fortë, gjithmonë u mirë me neve edhe individualisht. Po edhe mas mësimit, orarit mësimor, ajo gjithmonë u mirë me neve, pavarësisht se çfarë kemi pas në vështirësi ndonjë gjë, ajo gjithmonë ka qenë pranë neve dhe na ka ndihmu shumë për ëndrrën që kemi pas apo diçka që e ka pas që kemi pasion, na ka ndihmu dhe na ka shtyr përpara. Sa mirë, sa e rëndësishme është me pas mësuesën, kështu që nga fillimi nga klasa e parë, një mësuese të dedikuar edhe të mirë për nxënësit. Kush ka qenë ajo, kush është? Mësuesja Vlora. Ajo është një mësuese që asnjëherë nuk kam e harru. E takon shpesh çdo ditë. Apo? Çdo ditë si ta marr orarin mësimor. Ajo ka mësim me nxënësat e tjerë, po në gjithmonë shkoj e takoj një përshëndetje, të paktën. E përshëndesim mësuesën Vlora për ndryshe nga studia e Shtekgjesit, edhe i thojmë vazhdo punën e bukur me këta nxënës, sidomos sikur Eda. Eda, ki edhe esej të tjera, për shembull një që për rëndësia e shkollës në jetën tonë paske. Çfarë flet këtu? Kam pa që shumë nxënësa nuk e dinë rëndësinë e shkollës. Vinë, shkojnë, pa kuptu asgjë. Por rëndësia e shkollës është që aty ne mësojmë çdo gjë. Çdo gjë që ka në jetë, fillojmë hapat e parë përmes shkollës. Dhe çdo mësim, çdo gjë të re marrim prej shkollës. Gjithashtu, po, ki edhe për edukimin edhe fuqia e dijenis, pas ke shumë çka për shkollën, për edukimin, për dijenin, për ëndrat, arritjen e ëndrave. Rruga ime është një nga ka fundi këtu, më duket e fundit është? Po, e fundit. Çka flet këtu te poezia Rruga ime? Për rrugën që kam pas pak edhe në libër, që ndonjëherë mundemi me u dorëzue, për çdo gjë që ka për rreth librit e kam cek dhe në fund një herë komplet. Që do e lexojna, s'prish punë. A dojnë me lexu? S'prish punë. Rruga ime është e mbushur me guxim. Përkundër çdo vështirësie, jam e fortë dhe e qartë. Çdo hap që bëj është një hap drejt ëndrrës. Në botën time vetëm dashuria dhe shpresa mbeten. Për çdo pengesë ka një mësim të fortë, secila ngjitje është një fitore mrekullueshme. Rruga ime është e mundemshme, por e bukur dhe do të eci përpara derisa të arrij atë që unë dua. Bravo. E ke arrit ato që ke dashur, e ke botu librin. Çka don tjetër me arrit në jetë? Unë për të ardhur kam qef që me studiu gazetarin, mu bë një moderatore, dhe kam qef që kjo ndër mu realizu, normal pa punë dhe pa përkushtem nuk mundet mu bë. Kam e mundu shumë që me mësu dhe më përpjek që me mu realizu edhe kjo ndër. Okej, shumë mirë, po besojmë që komë të realizu edhe kjo ndër. Ki edhe pasione të tjera, unë e përmenda në fillim që muzikën e ki pasion, e ki gjithashtu dhe biologjin edhe ekologjin. Të regëna pak për këto dyja, për biologjin edhe ekologjin? Biologjia dhe ekologjia kanë për natyrën, po kanë edhe për trupin e njeriut. Janë disa që më pëlqejnë shumë që i di shumë mirë, i mësoj shumë latë, dhe janë shumë diçka që ndina rahat në mësem, kur i kam këto dyja.
dhe është diçka që e kuptoj shumë thjesht, po nuk e mendoj që të ardhmen me vazhdu me studiu biologjin apo ekologjin. Aha, okej. Nuk e mendon diçka me pas, po për shembull se ke menduar ndonjëherë mjeke me u bë ose diçka? Mjeke jo, se jam pak fobik, pak pi gjakut, pi aksidentov, e nuk kam dëshirë. Okej, për ato nuk e ke menuar. Do të sa muzikën? Muzikën, më pëlqen shumë instrumentat, më pëlqen me ndëgju shumë muzikë. Instrumentet, e di gitarën, e kam një gitarë që në mështroj ku pasko edhe vetë. Më pëlqen shumë gitara, tingujt e gitarës, dhe kam dëshirë që me pas vetëm si habi. Okej, ki gitarë në shtëpi, a? Po. Ki dikën që merret me muzikë në shtëpi apo jo? Jo, nuk është askush që merret me muzikë, po mu më pëlqen muzika kështu. Okej, pas ke gitarën veç për qefi kështu. Po, për qef. Po muzikë kur dëgjon çfarë zhanre të pëlqen? Hip-hop. Hip-hop, okej. Dëgjon shqip, anglisht apo të Ma shumë shqip, po edhe patriotike më pëlqen shumë. Kam dëshirë shumë të pak të një herë në ditë pa i dëgju nuk muaj. Se janë disa që kanë një mesazh të thellë apo diçka shumë të mirë që më bëjnë nxitjen me ndëgju. Këngë patriotike i dëgjoni bashkë me mamin, babin apo edhe gjyshin ose kur shkoni dikon rrugëve, zakonisht kur shkojmë në pushime ose diçka i kemi ato që i lëshojmë këngë patriotike. Me babin, kur jam në pushim, në mëngjes, kemi qysh, ka një herë, kur kemi pushim, bëhem bashkë, edhe ndëgjojmë ndaj muzikë, apo jemi duke ndajt ku të lirë bashkë, më pëlqen me ndëgju me babin muzikën patriotike, po edhe me gjyshin kur bëjmë një vizitë bashkë, kena të qirë me këndu ndonjë këngë patriotike, apo me ndëgju. Ida, kërë dukesh që je një qik që ki shumë emocione edhe shprehesh, edhe mas shumë dhe ato emocione po besoj i shprej në shkrim, në libër. Ka diçka që nuk i ke thonë mamit edhe babit, nuk ja ke thonë asë në libër, ka diçka që kishë dasht me ja thonë në këto momente mamit, babit, gjyshit, kujdo me i thonë diçka. Unë ju thëmë çdo gjë, po veç më mirë përshëndetje dhe me tregu që janë personat më dashur në jetës tanë. Personat më dashur të jetës tanë. Okej, edhe që vazhdojnë me të inspiru gjithmonë. Gjithmonë. Unë e di që edhe po emocionohesh, sidomos kur po fol për familjarët, po e ki edhe një esej apo tregim apo poezi ki edhe për humbjen e gjyshit. Me sa po e kuptojnë, një gjysh e ki dhe një gjysh nuk e ke, apo? Po, është humbja e gjyshit kur kam qenë e vogël. Kom pas një lidhje shumë të fortë, edhe mungan. Të mungan. E ke shënu atë esej për gjyshin, po të regëna pak qëfar fjallë ka aty, që ke shkrujt për gjyshin? Kujtimet me të, apo qëka? Janë disa kujtimet dhe dita kur ka ndru jetë. Ja, okej, nuk fot nguci ma shumë me të pytë për gjyshin, se thash që je një vajzë shumë që emocionohesh, kështu që po besoj që edhe gjyshi është shumë krenar me ty, edhe e kesi një angel mbrojtës nga teje. Ida, faleminderit shumë që ke ardhur sot në #gjesi. Unë po e marrë dhe një librin nëse na ka mirë diçka pa e përmend, për ndryshe unë ndoshta me të pyet mundën e ke në shitje librin? Jo, në librin e kam në shtëpi, kush do që ka dëshirë me pas librin ja dhuroj. Okej, do me thanë nuk ke vendos hala me që në ndonjë librari për shitje, veç familjarëve, miqve, shoqërisë që Kushdo që e kërkon ja dhuroj një libër. Okej, e dhurojnë librin, nuk e shet, a? Jo, e dhuroj. Okej, ka qenë e vështirë me mjetë vetanake me bo librin? Unë i kumë babit që kërë pata përfundu librin, thash, babo, në librin e kumë përfundu, po mjetët financiare, më tha, pra ato më se boj goj lecone i krikejt, veç vazhdo ëndrën tonë. Okej, shumë mirë që e ki një familje t'ilë që të mbështet në ëndrat e tua. Edhe që krejt ju mishdashur, po më besoj që mundeni me kontaktu Edën në Facebook ose ku dhe në rrjetet sociale, edhe që dëni me apo shkrimet dhe bukra Edës, Forca brenda meje, një libër me esej dhe me poezi, një libër mjaft i bukur. Eda është veç në klasën e 8, më tharoj me cek që ka disa shkrime mjaft bukra në këtë libër, që po besoj edhe i inspirojnë moshatarët e tu, Eda. Shpresoj. Shpresoj që se cili lexues që e lexon këtë libër e gjen veten të paktën vetëm në një esej apo poezi.
Qa ju kështë thonë moshatarëve tu, ndoshta një mesazh nga ti? Mos dërsohen t'i arrinë ëndrat që i kanë dhe mos të përdorin shumë inteligjencë artificiale, por në të vazhdojnë të krijojnë vetë. Dhe asnjëherë mos ndalen dhe ta gjejnë ëndrën e tyre apo profesionin e tyre dhe pse ta praktikojnë që në këtë moshë. Faleminderit shumë Eda që ke ardhur sot në #gjese, na të mirëpresim edhe me projektet e tjera kur ki një libër tjetër që boton apo çfarëdo projekti, je e mirëseardhur me ardhur na. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe ty.